ndonë se preferoj mos flas politikisht, por edhe politikisht unë mendoj se në këto lloj situatet mbështetja kryesore, pritshmëria kryesore e publikut kur flasim për një mbështetje publike, për një mbështetje buxhetore, është të mbështetet fiks ai instrument i cili po krijon probleme, i cili po krijon krizë. Dhe sot krizën po e krijon nafta. Dhe ti fiks atë shkon e heq, mua nuk më duket shumë e mençur politikisht. Mundet që ka qenë në diskutim që është para 2-3 muajsh kur ishte kjo. Po kjo nuk do të thotë se s'duhet të kesh fleksibilitet për ta ndryshuar. Sepse mbase kjo ide është hedhur nga specialistët që është muaj nëntor, dhjetor, janar, por ti kur e shef që nafta është problem dhe ti fiks naftën nuk e mbështet, dhe nafta është e menjëhershme, është imediate, është e prekshme, janë duke punuar tokat aktualisht. Qartë. Unë nuk besoj se është një vendimarrje e menduar. Me çfarë sfidash përballen sot fermerët përtej subvencioneve? Çfarë problem ka sot një fermer? Fermeri ka problem përveç problemeve, le të themi, ligjore, me menaxhimin e tokës, me certifikatat e pronësisë, me faktin që ati dikuj që ka vendosur të jetojë me tokën, i duhet tokë, dhe ajo toka që është aty ngjitur me të, e ka njëri që ka 20 vjet që se ka parë me sy atë tokën, jeton në Greqi, jeton në Belgjik, jeton në Amerikë, dhe ai i thot pos më dhe qeran, unë nuk ta jap dhe ato duhet paguajnë ca qerara, shpesh herë edhe shtrejta etj. Ose dikush i thot pos më dhe kaç, unë nuk ta jap dhe ai pastaj për të marrë një tokë tjetër duhet ka përcej pak më andej dhe duhet hapi edhe një pus tjetër ujit atje më andej. Pra këto janë problematika ala shqiptarshe që si ka njeri. Dhe këto janë në masë? Dhe këto janë në masë. Nuk flet njeri për këto. Por këto janë që krijojnë shumë kosto. Shpeshherë fermeri do preferon dhe të mos merrte fare subvencionet publike vetëm mos kishte këto lloj problemesh dhe mos kishte këto lloj barrierash. Sepse ne kemi pasur edhe të tillë situata dikur që një italian kishte marrë ca toka me qeran nga shteti me një çmim simbolik dhe e jepte me qera shqiptarëve pastaj, me çmimet krikura. Pra, kemi edhe të tilla historira. Pastaj problemi tjetër shumë i mprehtë është mungesa e prodhimit vendas të inputeve bujqësore. Në qoftë se kostoja e një fermerit, qoftë e atij që kultivon tokën, qoftë e atij që mbashton baktin, kostoja e inputeve, kur themi inpute se duket sigurisht në një fjalë e madhe, plehu, ato helmet që i thojnë fermerët produktet mbrojtëse në gjuhën shkencore, që mos thoj njëri se di ka Albani këtë, po ato helmet që i thonë etj, farat, fidanet e gjitha këto, ose ushqimi që marrin për baktit, ato thas që vinë nga Serbia për të ushqyer pulat, derrat, etj. Vetëm kosto e transportit të tyre është 20-25% e vlerës me cilën e blen aja thesin. Pra në qoftë se ai e blen, po themi 500.000 lekë tonin, në këtë 500.000 lekë, të paktën 100.000 lekë është vetëm kosto transportit, që do të thotë automatikisht fermeri shqiptar, i cili mbi 95% të inputeve, 90% inputeve i merr jashtë shtetit, se vetëm misër e grur prodhohet në vend, asgjë tjetër, edhe paksa jonsh. Pra, për 90% të inputeve të tija, ai është 20-25% më shtrejt se gjithë fermerët edhe të rajonit, edhe të Ballkanit, edhe të Europës. Pra, ai fillon me njëherë garën duke u nisur një 2 metra mbrapa startit krahasuar me të tjerët. Pra, ai fillon startin mbas të tjerëve. Ky është problemi i parë i tij. Problemet e tjera, ky është problem që duhet zgjidhur dhe ne po e shohim tani me çështjen e inputeve, rritja e karburantit me 20-30% sa që është rritur në tregjet ndërkombëtare, nuk duhet të shkaktonte rritje me 30 apo 50% të prodhimit të inputeve. Sepse si do që tjetë puna, kostoja energjetike në një produkt nuk shkon më shumë se 35%. 35% e shumëzuar me 30% rritje, do t'ishte 10% mbi produktin, por jo 30% mbi produktin. Sepse prodhimi i një plehut, i ures apo i dapet etj, nuk është i gjithë i karburant. U rrit karburanti 30% dhe ti rrit 30% produktin. Dhe ky problem, zoti Zusi, që ju sapo e cekët, dhe të tjerë që ka fermeri sot, nuk e bën konkurrues në raport me rajonin, por edhe më tej me Bashkimin Evropian,
me fermerin serb, me fermerin malazez, për mos shkuar pastaj në Europë? Si mund jetë konkurrues kur të thash edhe me ta thash, ka këto lloj probleme që nuk i kanë fermerët e tjerë. Ka këto problemet administrative, problemin e tokës, problemin e këtyre qerarave e tjerë. Ka problemin e inputeve që nuk i ka prezent, që nuk i kanë fermerët e tjerë. Kemi probleme të tjera të mungesave të logjistikës në tërësi, që përsëri nuk i kanë fermerët e tjerë, sepse fermeri europian e kanë derë shtëpisë, e ka 50 km larg prodhusin e ambalazhit, prodhusin e pajisjeve të ndryshme që i duhen. Ndërsa këtu, edhe ambalazhet ne duhet i sjellim nga 1000 km larg distancë. Pra, edhe në këtë pjesë fermeri jonë është i dizavantazhuar, sepse çdo gjë që duhet ta marri nga jashtë, çdo gjë vjen, edhe plastika, edhe kartoni, edhe paleta, edhe qelçi, edhe kanaçja, çdo gjë vjen nga jashtë. Pra në të gjitha elementet që përbëjnë produktin final të tij, fermeri jonë është i dizavantazhuar, o fermeri drejt për drejt ose agroindustria që do përpunoj produktin e tij. Dhe agroindustria ku do e shkarkoj në fundit, do e shkarkoj tek çmimet e blerjes lëndës parë. Kështu që si një vend që aspiron integrimin në Bashkimin Evropian dhe jemi në fazën e zhvillimit të kapitujve, sa larg është fermeri ynë? Ne duhet zhvillojmë një kapitull shumë të rëndësishëm. Ne duhet zhvillojmë kapitullin e rritjes dhe nxitjes së prodhimit vendas. Ky është kapitulli më i rëndësishëm që ne duhet zhvillojmë, sepse ne mund t'i firmosim ato kapitujt e tjerë, se nuk po zhvillojmë asgjë, thjesht po i përkthejmë dhe po i firmosim, po i kalojmë parlament e po themi i aprovuam dhe i kthyem në legjislacion. Ne aprovojmë, po i aprovojmë, por ato po aprovohen pa na pyetur ne që duhet i zbatojmë. Dhe po aprovohen me idenë tani, po nuk kemi ç'a të bëjmë, ka ca kosto kjo historia e integrimit në BE, po s'mund të jetë kështu.